Për këto zhvillime, për pasojat e tyre, do të flasim drejt për drejt me ish asamblejsin e komunës Mitrovicës Veriut, Betim Osmanin, që është vetëse drejt për drejt. Unë gjatjeta, zoti Osmani. Përshëndetje. Kënaqësi që flasim, zoti Osmani, si e vlerësoni ju këtë? Është një rast që mund të rregullohet, apo është fillimi i një politike të qëllimshme për të larguar shqiptarët nga administrata e komunave veriore, në këtë rast konkretisht sparit të Mitrovicës së Veriut? Ne e dim politikat e listës sërbe, besoj që është për çështjen konkrete që është largimi i 3 përpunësuesve nga zyra për komunitete, një gjë besoj që duhet ta dinë qytetarët e Kosovës që Mitrovica e Veriut, e vetmja nga të gjitha komunat e Kosovës, deri në vitin 2025 nuk ka pas zyre për komunitete, ka funksionu vetëm me një drejtori për komunitete, ku atë drejtori e ka udhëheqë një punëtore nga komuniteti bosnjak dhe nuk ka pas të komuniteti shqiptar. Ne si iniciativë shtetare kemi bërë kërkesë në gjitha institucionet edhe në komunat e Republikës ku kemi qenë shumica të komunitetit shqiptar, por që mos tonë në fund në pjesën e dytë të vitit 2025 është formu kjo zyre për komunitete. Kjo është shumë e rëndësishme për komunitetet jo shumicë në secilën komunë. Si kanë shku procedurat për emrimet e punëtorëve, besoj që nuk i dimë edhe pse kemi qenë në asamblesë, nuk kemi pas çështje në ato, sepse kjo ka qenë një lloj ka qenë hapje e konkursit edhe këtu e ka bërë ekzekutivi. Normal që ka pas edhe pjesa nga disa kryetarë të komunës, nga kryetari i jashtëm i asamblesë së komunës për emrimin e tyre. Unë që mund të them që kjo nuk është largim, është mos vazhdim i kontratës, sepse këta të punësuar kanë qenë me një kontratë më ston 6 mujore për punë aty, edhe këtyre 3-ve nuk jo është vazhdu kjo punë. Besoj që më herët ka qenë miratuar qysh në vitin 2021 ka qenë miratuar nga ish asambleja që kjo zyre t'i ketë 5 antarë, ndërsa kur kemi orë ne kemi rrit nga 5 në 7 antarë. Edhe ne dim që lista sërbe dhe qytetarët e komunitetit sërb mos të me presionin nga lista sërbe nuk ka ndoshta të aplikojnë për këtë post në atë kohë, përveç është kriju kjo zyre. Besoj që tash institucionet tona duhet të rrinë masëve të shikojnë të mos i bëhet e pa drejt qytetarëve për punë, nëse vetëm është mos vazhdim i kontratës është diçka tjetër edhe është legjitime, nuk është e moralshme, por është legjitime mos vazhdim i kontratës, por ata që janë me kontratat të përhershme, dhe kjo është ajo që i ndronë qytetarët e minoriteteve në Kosovë, që zyra për komunitete mos temë është mas kryetarit të komunës, ose mas shumë institucionet që janë kredibile kanë direkt qasje edhe me gjykatën kushtetuese për shkeljen e të drejtave të njeriut, që komunitetet shqiptare jo vetëm ju kanë shkel të drejtat e njeriut në veri, dhe kjo është ajo fuqia që e ka kjo zyre për komunitete në të gjitha komunat. Shpresoj që institucionet të qendrore të rrinë afër qytetarit të veriut edhe të merren me brengat dhe me kërkesat e tyre. Zoti Osmani i përmendet institucionet qendrore, por të paktën dje dhe sot nuk kam parun ndonjë reagim nga institucionet qendrore, nga qeveria, nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal. Keni ju ndonjë reagim nga qeveria dhe ministria konkretisht? Si shpash ne si iniciativë qytetare kemi bërë më ston për dimjenistënitës, kemi bërë kërkesa tek institucionet tona, edhe Ministria e Pushtetit Lokal, deri në kemi shkuar edhe tek avokati i popullit që kjo zyre ju duhet, ka qenë vetëm prej komunave të Kosovës që nuk ka pas zyre të komuniteteve, dhe aty përfshihen gjitha komunitetet. Kjo është një breng për qytetarët e veriut, sidomos të veriut të Mitrovicës,
nuk e kam pas përfaqësimin normal në përmjet institucionet dhe nuk ka pas komunikim direkt me institucionet. Ministria për Shtetit Lokal besoj që lën për të dëshiruar me punën e me aktivitetet e tyre. Mos tem besoj që kemi kontaktuar edhe më herët sa ishëm në asamble. Ministria për Shtetit Lokal ka për obligim të monitoroj, besa edhe të dërgoj përfaqësues të tyre ku njerëzit marrin paga nga Ministria për Shtetit Lokal për monitorimin e komunave. Sa kemi qenë ne, dikon 2 vjet e gjys kemi qenë aty, mos them në dy takime dhe 2 mbledhje kanë marrë pjesë nga Ministria për Shtetit Lokal, ndërsa në takime të tjera nuk kanë marrë pjesë. Kemi pas shumë probleme, shumë kërkesa që kemi marrë, që kemi bërë Ministrisë për Shtetit Lokal dhe nuk na janë përgjegjur. Besoj që tash e mas të krijohet një sistem ku të kërkohet përgjegjësi nga këta zyrtarë që përfaqësojnë institucionet tona qendrore, që t'i monitorojnë dhe t'ju rrinë afër qytetarëve, sepse deri tashti nuk e kam bërë një gjë të tillë. Besoj që edhe kjo mesazh nga skëpatet e ri të përkafshme dhe mendit në ndërgjegjjen e tyre, sepse pagat i marrin paguën për këtë që t'ju rrinë afër qytetarëve dhe komunave ku kanë vështirësi, ku kanë nevoja, por nuk e kanë bërë deri tash. A do duhej të kishte reagim nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal dhe për rastin e fundit për këto kontratat pavazhduara, pra pikërisht për shqiptarët në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në komunat e tjera në veri të Kosovës? Nuk ka pas, më tani nuk ka pas reagim, edhe si thash për këto 3 raste që po flitet, domethënë është legjitime. A është e ndeshme, nuk besoj që është e ndeshme, është e legjitime që ta të punësuar kanë qenë me kontratë, domethënë, me kontratë provuese gjatë jo, edhe tyre nuk jo ka vazhdu kontratën. Është dashur me vazhdu, nëse ka ndonjë plan më të mirë, atë shpresoj që do të jetë ajo, po edhe pse flitet normal për listën sërbe aty nuk pritet asgjë mirë, besoj që kemi diskutuar më herët. Lista sërbe prioritetin e saj ka që t'i okupoj institucionet dhe të mos ju ofroj shërbime dhe të mirat që vinë nga institucionet tona edhe lokale dhe qendrore. Kjo është ajo. Tash një gjë tjetër që duhet ta dim, besoj që edhe shikues të emisionit tuaj, prej që kanë ardhur në pushtet komunat, domethënë në komunat e veriut, institucionet, domethënë partia e listës sërbe, asnjë zyrtar nga qeveria, nga ministritë të ndryshme nuk i ka vizitu këto. Domethënë duhet të krijohen mekanizma që deshte apo s'deshte ti duhet të raportosh dikon, duhet ta vizitosh vendin e ngjarjes. Kemi pas shumë herë, mos them prej 2013-s, 2015-s, 2020-s, kemi pas raste ku shumicën e punëve që se janë kryer në veriun e Kosovës, zyrtarët tonë i kanë pranuar ato vetëm në letra, ndërsa nuk kanë dalë në terren kurrë. Edhe në letra këta kanë qenë shumë mirë, por tani u vret në këto 2 vite e gjysmë, 3 vitet e fundit që këto punë që ata zyrtarë i kanë pranuar në Prishtinë, ato punë nuk janë kryer dhe këtu duhet të merr përgjegjësi dikush. Ka kallëzime penale për shumë zyrtarë të listës sërbe dhe pjesëtarë të tjerë, po që institucionet tona edhe të hetuesisë edhe të prokurorisë nuk kanë hecur me punë dhe me kërkesa. Pse? Ka hapësirë për të vepruar shumë, po ne shpesh herë themi që neve na vijnë institucionet tona qendrore në veri. Nëse institucionet tona qendrore në veri nuk funksionojnë, nuk janë të përditshme aty me kërkesat dhe me nevojat e qytetarëve, atëherë ne po jesim në dorën e listës sërbe, që kemi metur tani, mos them 2-13 vjet prej që është formuar lista sërbe, ku është neglizhenca, mospuna edhe presioni që ju është bërë jo vetëm qytetarëve të komunitetit shqiptar, por të gjitha komunitetet duke përfshirë këto edhe komunitetin sa. Tani, Zoti Osmani, ne dim në mënyrë të vazhdueshme se ka pasur edhe emisionet tëra kushtuara, madje edhe me titull Çlirimi të Veriut.
ku kanë folur zyrtarët shtetëror të Kosovës, ministra qofshin detyra apo varësisht kur janë realizuar ato. Në këtë rast, çfarë mund të themi kur kemi konsumuar materiale të natyrës për çfarë fola unë? Besoj që shembulli më i thjeshtë ose më për me kuptuar qytetarët është kjo iniciativa e presidentit amerikan, ku është formuar kjo grupi i paqes. Veriu është çliru, po mas çlirimit vinë planet konkrete, vjen një strategji për veprim. Këto të na nuk ka strategji. Tash e 5 vite kjo qeveri, edhe ato qeverit e mëhershme nuk kanë bërë strategji për integrimin e veriut. Edhe pse nuk kemi qenë në formën e gazës, që është gaza që tani po pritet më bë një strategji për rindërtimin dhe rehabilitimin e atyre qytetarëve atje. Këto të na në veriun e Kosovës, asnjë nga këto qeverit nuk kanë bërë një strategji për zhvillimin e veriut. Kjo mungon. Nëse jo vetëm thuni nuk është duke se mos dalim shumë keq atëherë. Ma shumë probleme ka pas në jug të Mitrovicës ose në Perizaj ose në Prizren se sa në Mitrovicë, edhe atëherë kur s'kanë qenë institucionet tona qendrore atje edhe atëherë kur nuk ka qenë i shlirun, domethënë ka pas probleme më pak. Se qytetarët nuk kanë bërë probleme ose nuk kanë kërku gjërat të nevojshme sepse e kanë ditë që ato nuk plotësohen edhe kanë pas presion, kështu që e kanë ulë kokën secili. Kjo tregon që vetëm në Mitrovicën e Veriut, vitet domethënë 89, kur ja kanë lisë largu prej punës, deri në vitin 1999, dikon 24.500 qytetarë të komunitetit shqiptar kanë qenë. Tani për momentin janë vetëm 4.000 qytetarë të komunitetit shqiptar. Kjo tregon për një mospunë të institucioneve tona qendrore tani 26 vite. Në vend që prej 24.500 të ishin 100.000 qytetarë të komunitetit shqiptar, ne kemi rënë në 4.000. Kjo tregon për mos punën ose për punën e keqe të institucioneve tona. Çdo gjë që bëhet, unë shpeshherë ja kam bërë edhe pyetje, diçka që e don të investon, një qytetar, një person i thjeshtë kur e don edhe vetëm personalisht ai rregullohet, i blen rrobat e mira, i rregullon domethënë pamjen se e don vetëm. Zyrtarët tonë, jo vetëm këta tash që janë, po edhe ata që kanë qenë më herët. Plot gojën e kanë pas veriu i Kosovës, jo Treça, jo Ujmoni, jo këto. Po investime konkrete nuk ka pas. Investimet që vrehen tek qytetarët, tek jeta e përditshme e qytetarëve, nuk është vetëm rindërtimi. Ne kemi vetëm në Mitrovicën e Veriut i kemi përmi se 300 shtëpia të djegura tash që po flasim. Qeveria e Kosovës i ka ndërtu dikon 40 shtëpia po 2 vite në Veriun e Mitrovicës, ku shumica prej tyre janë të pabanueshme sepse nuk është rregulluar infrastruktura për këta qytetarë që ju kanë rindërtu shtëpi. Edhe nëse zyrtari ose kryeministri ose ministri i pushtetit lokal ose ai i infrastrukturës që i kanë ndërtu ta dëshmon vetëm që i kemi shpenzu 1 milion ose 5 milion euro për rindërtim dhe rezultati është që ata qytetarë nuk kanë mujtë më kthyn pronat e tyre për çfarë do arsye, atëherë nuk është kurfar rezultati kjo. Që si lloj formash të punëve i kanë bërë qytetarët, domethënë zyrtarët tonë të secilës qeveri ku rezultati është ky si thash. Në që të ishin 100.000 qytetarë të komunitetit shqiptar në Mitrovicën e Veriut, tani kemi vetëm 4.000. E qartë. Dhe me politikat kësaj natyre, përkundër që ju thuni se legalisht kanë të drejtë t'i largojnë këta 3 për cilët po fliten nga administrata komunale për shkak se kanë qenë me kontratë të tillë, por ja kemi rast edhe në Zubin Potok, sikurse raportohet, po çfarë do të thënë kjo për shqiptarët, edhe për këta 4.000 që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, se s'ka vend për ju këtu apo thjesht është çështje tjetër kjo? Politika e Serbisë, domethënë politikën e Serbisë e ki mostojnë copy-paste e ki tek lista serbe. Edhe mu nuk më çudit çfarë do vendime që marrin ata, por që ja lejon ligji listës serbe edhe tash të pushtetarëve ose kryetarëve ose
qeverisjes komunale në veriun e Kosovës, mua si qytetari i veriut nuk më çudit. Besoj që kjo është për më çudit nga institucionet tona për mos reagim. Nëse institucionet tona qendrore i lën hapësirë institucioneve lokale që të bëjnë çfarë të dojnë dhe të mos jepin përgjegjësi për mos punën e tyre. Ne kemi pas ashtu gjithmonë në buxheti i Mitrovicës veriut është dikon afër 7 milion euro. Do të thonë komplet 2023-ta, 2024-ta, edhe gjysa 2025 ka qenë i pashpenzuar për investime kapitale. Edhe pse është punu pak 2025, po edhe ajo pak është shumë ma shumë se sa që ka punu qeveria ose kjo partia e listës sërbe për sa vite e ka pas pushtetin në veriun e Mitrovicës. Politika e listës sërbe në veriun e Kosovës është që qytetarët të njihen të paintegruar në institucionet e Kosovës. Përderisa qytetarët e komunitetit sërb njihen të paintegruar dhe të mos kenë komunikim edhe me qytetarët e komunitetit shqiptar, edhe me Mitrovicën e Jugut, edhe me Prishtinën, edhe me Ferizajin, edhe me këto, atëherë ata e kanë arritur qëllimin që para ndërkombëtarëve lista sërbe t'ju prezantoi që veriu i Kosovës nuk po integrohet sepse ne po jetojmë keq, ne edhe pse marrim paga nga strukturat paralele dhe nga buxheti i Serbisë, po nga buxheti i Kosovës ata nuk dojnë t'i marrin ose dojnë t'i marrin vetëm ata njerëz që janë të kontrollueshëm nga ata. Dhe kështu që para ndërkombëtarëve lista sërbe e prezanton gjendjen në veri si shumë të keqe edhe andaj nuk bën me mu integru në sistemin e Kosovës, po kërkojnë ato që kanë kërkuar edhe më herët ndarjen e Kosovës. E për ata, unë ju bëj thirrje, dhe ju kom bërë thirrje gjithmonë, jo vetëm unë për gjithë iniciativa qytetarëve dhe shumica e qytetarëve të veriut të Kosovës. Dashuria për vendin tregohet me investime. Nëse institucionet tona nuk bëjnë një strategji për investime në veri, për kthim të dinjitetshëm të qytetarëve, kthimi nuk do me thonë vetëm mure të rregullohet. Ne kemi probleme me shkolla, me qerdhe, me parashkollor, me ambulanta vogla. Ne kemi shkollën Aziz Sulemani është kontinuer tani 26 vjet në lagjen Kodra Eminatore. Domethënë këto janë gjëra që nuk falen. Edhe në Gaza kanë pas kushte më të mira se sa ne që jemi në shtetin e pavarur dhe sa tani prej 2008-s jemi në shtetin ton, ku nxënësit ton në veriun e Mitrovicës në lagjen Kodra Eminatore mësojnë në kontinuer. Domethënë ka shumë hapësira që mund të punoj institucionet tona qendrore edhe pa miratimin ose pa bashkëpunimin me nëse nuk dojnë me bashkëpunu lista sërbe dhe institucionet tona lokale, po këto deri tash nuk e ka bë. Besoj që do ta bëj. Shpresojmë se nuk kemi rrugë tjetër, kemi bë ankesa, kemi bë shkresa tek secili zyrtar i qeverisë dhe secili kandidati që ka qenë për kryeministër. Unë ju kum lutur publikisht që një herë për gjithmonë të dalin secili kandidat që ka qenë për kryeministër nga secila parti, që të shliroj qytetarët. Unë shpeshherë ju kam thënë që nuk ka ndarje të Kosovës. Edhe qeveria duhet të lehtësoj qytetarët. Qeveria nëse investon për një mandat 200-300 milion në veriun e Kosovës, ne si qytetarë të veriut, shumica janë që tash është bërë kohë e gatë, ne do të investojmë 300-400 milion. Domethënë, neve si qytetarë, si ndërmarrës ose si biznesmen, edhe si qytetarë të veriut, neve na vjen vetëm një relaksim edhe një seriozitet të institucioneve tona. Unë personalisht kam biznese në jugën e Kosovës, tani 26 vjet, edhe ato biznese nuk mundem t'i bërë në veri, shkaku i kësaj gjendje që institucionet tona qendrore e kanë bë duke mos punu për veriun e Kosovës. E qartë. Dhe kam një pyetje për fund, natyrisht nëse formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, në çfarëdo mënyre që është diskutuar nga cilat do palë e mundshme, çfarë ndodh me shqiptarët në 4 komunat veriore? Po kjo nuk do të thotë, realisht nuk do të thotë kur gjë. Do bëron, s'është asnjë gjë. Sikur asociacioni që kemi qenë
deri tani kur ata morën vendimin për të larguar. Kjo është një koordinim i qytetarëve i komunave. Ne asociacion mund të bëjmë edhe me një qytet që nuk është në territorin e Kosovës. Ne mund të bëjmë, kemi pas kërkesa, ju kemi bërë kërkesa edhe kur kemi qenë në asamble, edhe zyrtarëve tonë të ekzekutivit që të bëjmë një asociacion me Shkodrën e Shqipërisë, me qytete që kemi bashkëdhëtare edhe në Zvicër edhe në Gjermani, ku ato bashkëpunojnë në shumë aspekte, në kulturë, për gjëra që i prekupojnë qytetarët të gjitha komunave. Kjo normal nëse nuk ka kompetenca ekzekutive, edhe besoj që nuk do të ketë, atëherë nuk është cënim i gjendjes kushtetuese ose të shtetit të Kosovës. Kjo nuk do të thotë kurrë nëse institucionet tona qendrore e bëjnë punën e tyre. Nuk është normale tani 26 vite, i ki në Mitrovicën e Veriut më se 320 shtëpia të djegura, i ki më se tani këto 2 vite janë liru 120 apartamente që kanë qenë të uzurpuar. Ku kanë qenë këto para 1 viti, para 2 vite. Kjo është ajo mos serioziteti i institucionet tona. Na e din që kësi raste keni pasur edhe në Prishtinë, që e ka uzurpu, dikush e ka uzurpu një lokal ose një banesë, edhe institucionet tona, ato prokurorisë, hetuesisë, policisë, nuk e kanë bërë punën e tyre që me shku me i largu njerën prej pronës të huj. Ama kjo në veriun e Kosovës është tani 26 vjetë. Edhe besoj që është momenti i fundit që institucionet tona edhe personat që i udhëheqin këto institucione që paguhen nga taksa paguesit e Republikës Kosovës ta kryejnë punën për të cilën e marrin pagën mujore. Nuk jemi duke lyp diçka jo të arritshme, po diçka normale që ato e gëzon çdo qytetari i Bashkimit Evropian, edhe atje jemi nisë dhe kemi rrugën edhe ne për Bashkimin Evropian. I qartë, unë ju falenderoj shumë për kohën që na dhuruat, patjetër edhe për pikpamje dhe përgjigjet tuaja. Faleminderit shumë, zoti Osmani. Faleminderit juve. Knaçi.